Thua vazhdimisht që djemt beqar duhet të martohen. Po, e kam thonë, se mohoj. Por, kur mundësit nuk ekzistojnë, se me thonë martohu hoxh, është shumë e thjesht. Mirë, mashallah, ka drejt kjo Habibi. E di që ketë drejt i vëlla për Zotin. Ishte i herë, tha, në Stradini. Edhe vjen njoni ankohet për komshiun. Masë e maroj, tha, ketë drejt, tha. Masë i gjysore vje komshiu. Thot, në Stradin, tha, kështu ma ka bo komshiu. E njoj në Stradin, tha, ketë drejt, tha. Tani quni pa njoj, dhe o baj, tha, po si ka mu si, tha, erdi i pari, tha, i the ketë drejt. Erdi i kuj dyti, tha, i the ketë drejt. I tha në Stradini të biri, tha, ti tha që edhe ti ketë drejt, tha. Edhe ti ketë drejt. Kështu Habibi, edhe kjo Habibi që ka po pytin ka drejt. Që do të thotë fjala kur nuk me kanë zhdekë vëlla, kur thotim mundësia nuk ekziston, do thotë që janë shumë gjinia femnore nga sipërfaqja e tokës. Ndërkohë që premisat janë që janë gjithmonë më shumë numër. Dhe s'do të bëhet kiameti derisa të shkojë raporti 50-1. Kështu që prit se ke kohë. Prit se ke kohë, alhamdulillah. Ose vrit me një. Ka Habib, ka, por se njeriu duhet kërkoj. U s'kam pa në herë për shumë të hudhet në i gocë nga kati tretat janë beqara, ka në i qunë këtu poshtë. S'nob. Mera në i gocë nga kati tretë. S'nob. Ama duhet me kërku. Në katë tretë mund të ketë 20 goca beqare që presin. Shpresën, yllin, dritën, princin. Po si kërkon kush? Edhe këto poshtë presin që të shofin diçka. Namaz janë veç e veç, gjitha ne veç e veç, edhe s'ka thot, ka sa të dush, ka, por duhet mu updateu, duhet mu interesu, duhet me pyet, duhet mu regjistru ke Kleoni, me lanë aty të dhonat, e kriju dosjet. Po, që problemi ka? Jam ka vjeç, foton, gjonat, kam këto, le të themi, si shuan këto, kërkesa, kritere, edhe motrat, a ne edhe çunat këtej, edhe inshallah bën Zoti hajër.